Mbetemi akoma tek informacionet që kanë të bëjnë me zhvillimet politike në vend. Në minutat në vazhdim do të flasim me mysafirin në studio, është koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit Vlen, zotëri Bekim Qoku. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotëri Qoku, vetëm pas pak minutash si Vlen do të shkoni në një takim tek kryeministri Mickoski. Ky takim vjen një ditë pas atij takimi që Mickoski realizoi me Taravarin. Çfarë do të kërkoni nga Mickoski? Por ne pam edhe në lajme u bë e ditur në publikut se dje ka pas një takim mes kryeministrit Mickoski dhe kryetarit ASH-s Arben Taravari. Dhe aty u zhvillu një takim dhe rezultatet dolën të pak paqarta për ne. Ky zoti Taravari, siç duket, ka kërku, ka ngul këmbë që të vazhdojë të mbesë në qeveri dhe u dha një deklarat, një komunikat të qeverisë që do pritet deri në maj të priten pra punët për lidhur me Taravarin dhe ASH-n, me qeverin a me BDI-n. Dhe informacione më shumë ne nuk kemi, prandaj kjo lloj paqartësi, kjo lloj konfuzion dhe huti për Vlenin edhe për publikun. Na bëri që të kërkojmë një takim edhe të shohim se çfarë është biseduese, ne nuk kemi qenë brenda në takim. Edhe pse publikisht si Vlen keni thënë se Taravari nuk mundet edhe në qeveri dhe me BDI. Pikërisht, jo vetëm ne, po ka thënë edhe vetë kryeministri, pra ka qenë një qëndrim i qeverisë në përgjithësi i shumicës parlamentare, që jo vetëm Arben Taravari, po kërkush as nga Vleni, as nga ASH, as nga Znami nuk mund të ketë pozicione të tilla privilegjuese që tjetë edhe në qeveri, edhe me BDI, sepse pikërisht ne gjithmonë e kemi artikulu dhe e kemi theksu rolin e dëmshëm që vazhdon ta ketë BDI-ja në skenën politike të përgjithshme me bagazhin historik që ka pasur dhe për ne është e papranueshme çdo lloj bashkëpunimi në çdo nivel me këtë parti aktuale, me këto drejtues të kësaj partie. Zoti Qoku, çka nëse në takimin që do zhvillohet vetëm pas pak minutash me Mickoskin, çka nëse kryeministri refuzon kërkesën e Vlenit që të largojë Taravarin nga qeveria? Unë nuk besoj që do vi deri këtu, sepse edhe vetë kryeministri Mickoski ka qenë në këtë linjë, pra nuk është që ne kemi pas mosmarrveshje lidhur me këtë lloj teme, me këtë çështje, sepse kjo është çështje parimore. Dhe derisa sa e kuptojmë ne deri tani, raportet tona janë bazuar në parimet fuqishme. Edhe sa i përket temave, çështjeve, programeve, projekteve, në përgjithësi është vetë kjo shumicë parlamentare, pra është ndërtuar mbi disa parime të sinqeritetit, mirëkuptimit, të mirëbesimit dhe natyrisht të besimit në të ndërsjellë. Dhe kjo lëkunde tani, prandaj po them që edhe vetë kryeministri nuk besoj që do jetë dakord me këtë, po se çfarë ka ndodhur tamam në atë takim, nuk e di mende, do e shohim, por nuk besoj që kryeministri do lëkundet nga parimet që edhe vetë i ka respektuar dhe i ka vënë. Pra nuk është që është edhe vetëm kërkesë jona. Kjo është në linjë me kryeministrin Mickoski. Hipotetikisht, çka nëse Mickoski mbetet në këtë qendrim të mbajë Taravarin, si do të veproj Vlen? Keni ndonjë qendrim ju si parti, tani si subjekti i ri, themi si Vlen, se do të ishit kundër nëse Taravari mbetet pjesë e qeverisë, por si subjekt më vetë? Nuk do kisha hyrë në hipoteza të tilla, sepse besoni vërtet nuk mund të them pa e dëgjuar kryeministrin, pa e dëgjuar arsyet e tij pse e la pezull këtë punë dhe e la në ajër, pa e ditë as këtej as andej. Duhet me i dëgju argumentet e kryeministrit, me pa çfarë ka ndodhur aty. Por përsëri them, unë nuk besoj se janë çështje parimore të shumicës parlamentare më shumë se sa të Vlenit në veçanti. Është një qëndrim, po them edhe një herë, edhe kryeministri do kishte reaguar njësoj edhe ndaj një subjekti, po them partie brenda Vlenit, me çdo komponent të Vlenit, në qoftë se ai do kishte mbajt këta qëndrime, pra që edhe me BDI-n, edhe në qeveri, kur ne e dim se kemi të bëjmë me një BDI të kompromituar, të degeneruar politikisht dhe të dëmshme aktualisht
për skenën politike këtu. Taravari jo më larg se para 2 ditësh tha se vlen Servilosen. E pra këta janë deklaratat pa matuna të zotit Taravari, janë krejtësisht pa matuni, janë emocionale, sepse të Serviloses si vlen kur je brenda vlenit vetë, ende je ministër i vlenit, është e pa matur, është emocionale dhe është e papranueshme, sepse pikrisht neve e kuptuam dje pak a shumë që ai ngeli në qeveri sepse duhet i ketë kërkuar, pra duhet të jetë servilosur edhe vetë që të mbesë në qeveri, edhe pse ka qenë kritik të ndaj vlenit që në raport me qeverin, edhe për shkak të kontradiktave të shumta që janë në deklaratat e Arben Taravarit në raport me vlenin në qeveri, është një lloj mungese kohezioni dhe kontradikta të shpeshta, si për shembull 70% nuk janë dakord me vlenin në qeveri, ndërsa nga ana tjetër ka një raport të jetë korrekt edhe të jetë miqësor edhe shumë të mirë me kryeministrin Mickovski, që është brenda i njëjtit ekip, pra nuk mund të jesh parcialisht kundër, ndërsa tërësisht të jesh pohues. Pra janë kontradikta të shumta, të cilat janë të pashpjegueshme dhe janë pak sa naive. Zoti Qoku, pas asaj ndarje që u bë në Vlen, pas atij largimi të Taravarit, këtë të fundit e pam në Slupçan duke shtrirë dorën sërish me zotrin Ahmeti. Keni ndonjë informatë më shumë se ka ndonjë takim të ri mes Ahmetit dhe Taravarit? Për shkak se u tha ishin vetëm kanale komunikimi pasaj biseda telefonike. Keni ndonjë informatë si vlen se në një bisedën e fundit këtu në Alsat, më bë pyetja për kanale komunikimi, përgjigjja im ka qenë kanale komunikimi, mirë po të shohim, do të kemi kujdes çfarë kalon nëpër këto kanale. Edhe nëpër këto kanale komunikimi kanë kalu marrëveshje. Kjo ishte rreziku pra që unë e thash herën e fundit tu, kanë kalu marrëveshje që janë bërë mbas shpinës të Vlenit, pra në mënyrë fshehurazi, sekrete, pra pa e ditë Vleni, për interesa të ngushta partijake. Çfarë janë ato marrëveshje, Zoti Qoku? Ne kuptojmë tani nga burime të sakta, pra vetë nga goja e Ali Ahmetit, që në një intervistë në Slobodën Pečat, ai thotë që ka pas 3 takime me Taravarin. E thot, pra, nga vetë goja e Ali Ahmetit del ky pokim që ka pas 3 takime. Kjo kundërshton, mohon deklaratën e zotit Taravarit që thot kam pas vetëm një bisedë telefonike. Pra, një farë mënyre është shumë problem ti besohet një njeriu që ka gënjyer vetëm për këtë ta marrim, që thot kam pas vetëm një bisedë telefonike, ndërsa pastaj del që ka pasur 3 takime me Ali Ahmetin. Këto 3 takime nuk bëhen për të pirë kafe, por takimet me Ali Ahmetin bëhen për të thurë edhe për të bërë marrëveshje, sidomos në prag të zgjedhjeve lokale. Çfarë është ajo marrëveshje? Keni ndonjë informatë? Këto lloj komunikimesh për ndarjen e komunave? Po, këto lloj komunikimesh janë për ne, pra, që bëhen në emër, domethënë që bëhen në emër të një partie, jo në emër të Vlenit, sepse pastaj u relativizua edhe vazhdojnë të relativizojnë këto takime të fshehta të Ali Ahmetit me zotin Taravari, i krahasojnë me takimet Mickovski, Velko Filipçe apo me Kujdi Unizeti dhe Fatmir Deari, që nuk është e njëjta natyrë, ato janë takime publike që bëhen në emër të 2 subjekteve përfaqësuese, ndërsa takimet që i ka bërë zoti Taravari janë të fshehta, janë sekrete, që prapas syve të publikut edhe të Vlenit, por duhet thënë edhe të antarësisë të sinqertë të asaj partie, madje edhe të shumë funksionarëve të kësaj partie, siç janë edhe vetë deputetët. Pra, deputetët edhe funksionarët marrin vesh pra nga mediat që kryetari tyre që ka takuar fshehurazi me Ali Ahmetin, kundërshtarin kryesor të partisë së tij. Keni vërejtur në një reagim të deputetëve të Taravarit? Më besoni, pra privatisht, pra është një huti, është e paqartë, është enigmatike. Motivi çfarë e çon, pra në një kohë kur BDI-ja, pra është në
si edhe në shkallëmim e sipër, kur gjysma e kryesisë janë në listat zeza, në arati, pra ka çështjet kështu padi penale kundër tyre për ndiqjen, janë në burg, gjithë këto zeza, në momente të tilla ku BDI-ja është në gjendjen më të keqe, shkon Arben Taravari dhe ja lëshon pra litarin ose gomën e shpëtimit për ta shpëtuar, me motive të paqarta, enigmatike për publikun edhe për vetë antarët e partisë, të cilët betejën kryesore, motivin kryesor të luftës politike e kanë gjetur te kundërshtimi ndaj këtij aliameti edhe kësaj BDI-je aktuale, e theksoj aktuale. Edhe kjo është shumë e paqartë, demotivuese, dëshpëruese, jo vetëm për publikun që po shkatron një lloj ngrehine, një lloj projekti politik kaq të bukur, domethënë mbarkombëtar, pra që është shembull, dua të them, për gjithë skenën politike mbarkombëtare, po e shkatron për motive të paqarta, shumë të dobta edhe enigmatike. Kjo është shumë e lodhshme edhe për publikun, se të gjithë kur i takon, besoj edhe ju keni has çfarë e ka shtyr këtë njeri në këto momente ta bëj këtë veprim politik, totalisht enigmatik edhe errët. Dhe këto do t'i shpjegoj jo vetëm publiku që e ka borxh, sepse ne kemi marrë 107.000 vota për këtë projekt. Pra kemi marrë edhe projekti ka qenë sidomos kundër BDI-s. Jo BDI sepse BDI-ja është e kaltërt, apo sepse BDI-ja për sytë e zi, po sepse kemi të bëjmë një BDI të dëmshme, me plot afera korruptive, me plot gjëma që ka ndodhur këty në qytetarëve, kombit ton, duke qenë ajo në pushtet, pa fund afera. Këto nuk duhet falur kaq kollaj, se nuk është që ne kemi me BDI-n në vetvete problem. Jo, kemi me kreun e kësaj BDI-je, me të korruptumit aty brenda që janë. Kjo s'duhet falur. S'duhet falur se të përsëritet nesër. Pra nëse ne e falim tani, do përsërisim, pra do përsëritet falja dhe më tutje. Ky lloj amnestie është e pafalshme. Zoti Gjoku, u paralajmërua se do të dorëzoni sot në kuvend kërkesën për të zyrtarizuar grupin parlamentar, së cilës jeni caktuar ju si koordinator. Kur do të bëhet kjo kërkesë, kur do të dorëzohet në kuvend, kur zyrtarisht do të jeni si grup parlamentar? Edhe një, për të saktësuar, ne jemi grup parlamentar, nuk e zyrtarizojmë grupin. Ne jemi vlen. Kur do të bëhet zyrtarisht Bekim Qoku koordinator? Ne jemi thjesht grup parlamentar që quhet vlen. Aktualisht jemi përbëhet nga 14 deputet, ky grup parlamentar aktualisht. Pra ju numëroni edhe deputetet e aktualisht zyrtarisht po flas, po. Aktualisht po, edhe është bërë vetëm kërkesë për të ndrohet koordinatori i grupit parlamentar. Në vend të zotit Snopçe, jam propozuar në kryesin e fundit, pra edhe e para dhe e fundit që ndodhi tani të Vlenit. Nga kjo kryesi, biles kam qenë as i pranishëm aty, sepse kishim votim në parlament, më kanë propozuar të jem koordinatori i ri i grupit parlamentar. Nuk është zyrtarizuar ende, sepse po i mbledhim në shkrimet në mungesë të disa deputetëve, nuk është dorëzuar ende shkresa, por këtë ditë besoj që do zyrtarizohet. Them edhe ASH-ja sepse ne vazhdojmë të kemi raportet mira me deputetët e ASH-s. Deri tani kemi pas një lloj harmonie të jashtëzakonshme, pra nuk kemi ende asnjë lloj kundërshtie apo antipatie ndaj, pra vazhdojmë të jemi ende si një ekip, por hutia e atyre, në sytë e tyre, konfuzioni që ka shkaktuar lideri tyre është shumë vështirë i përtypshëm, edhe natyrisht i krijon pak fërkime, jo për hir të atyre, po për hir të qëndrimeve e të liderit tyre, që fatkeqësisht ka ndodhur edhe vetë ato nuk e dim pse. Pra, po thonë ju formalisht, ju do t'jeni koordinator i grupit parlamentar prej 14 deputetëve? Prej 14 deputetëve, deri tani zyrtarisht. Pastaj, në qoftë se ato 5 deputet të aleancës mendojnë që nuk e kanë vendin këtu, ato do e zgjedhin vetë rrugën e tyre, por njëherë për njëherë, edhe këtu para jush, unë i bëj ftesë që vazhdojmë si grup parlamentar, ne kemi të njëjtën betejë, ndajmë të njëjtat bindje ende, unë jam i sigurt që ato vazhdojnë të ndajnë njëjtan bindje politike, që janë kundër një strukture të korruptume, siç është BDI-ja, të dëmshme siç është BDI-ja, dhe jam i sigurt që jemi në të njëjtën linjë.
këtë betejë unë jam përpjek ta mbajnë gjallë edhe në zgjedhjet lokale, sepse janë vendimtare, do ishte një goditje e jashtëzakonshme kundër BDI-s që mos çohej kokë derisa të reformohet me figura të reja, sepse do ishte shumë e mirë edhe për ne, një BDI e fuqishme, e pastër që do ngrihej nga hiri edhe do shfrytëzonte këtë memori institucionale edhe këto njerëz që i ka për të mirën e përgjithshme të qytetarëve të Maqedonisë dhe shqiptarëve. Pra një BDI pa figura korruptive do ishte mirë se ardhur jo vetëm për ne si kundërshtar politik, por edhe në përgjithësi për shqiptarët. Zoti Gjoku, ka ndonjë deputet që është në grupin e Taravarit që mund të qëndrojë me Vlenin? Nuk kisha thënë tani, nuk mund të them, unë shpresoj që t'jenë të pestët, pra i ftoj të pestët, por tani për tani nuk kemi, sepse të shojmë edhe sot çfarë do ndodhen, ne ende jemi bashkë. Ne jemi bashkë, pra nuk mund të flasim në të ardhmen në qoftë se ato do ndahen. Pra unë vazhdoj të bëj ftesën. Ne jemi bashkë, ne bëjmë të njëjtën betejë, vazhdojmë të bëjmë njëjtën betejë, kemi të njëjtën bindje politike, edhe njëjta qëllime. Pra jemi njëjta qëllime kemi. Do ishte vërtet një dëm i papam se neve flasim me ata. Do ishte një dëm edhe një rast që do e kishin shumë vështirë të pranueshme në momentin kur do ju komunikohet atyne që ne kemi marrëveshje me BDI-n për këtë temë. Pra do ishte tepër e papranueshme dhe shkatërruese për bindjet e tyre dhe për qënien e tyre politike. Kur jemi tek kuvendi, tek deputetët, sot kaloi nevoja apo faza e parë e ndryshimeve ligjore për inspektoratet, do të zgjidhet përfundimisht çështja me mungesën e pagave dhe kushteve në për konkretisht e inspektorati për gjuhën. Sot kaloi, po. Kishte një reagim edhe nga BDI-ja për këtë çështje? Po. Ky, ne 4-5 muaj merremi me këtë punë, bëhet fjalë për inspektoratin e gjuhëve, dhe BDI-ja e bën vetën përgjithësi, pra në përgjithësi ne vazhdojmë të korrigjojmë gabimet e saj. Si e them, BDI-ja çdo gjë që ka bë vetëm shkelë shko, vetëm për PR edhe për disa vota, po pastaj ka bë pa një mbështetje juridike të fuqishme dhe shumë kollaj të shemshme. Pra sa ka i ka jo është shembull, dhe një nga këto është gjithashtu edhe inspektorati për agjensinë për zbatimin e gjuhëve. Dhe ne pra jemi përgjigjur të punësuarve aty, që 4-5 muaj janë pa rroga, janë pa sigurime shëndetësore, nuk mund të shkojnë në mjek. Mua më thanë edhe nga inspektorati që jo shpesh, po kohët e fundit nuk kanë mjete për makina, pra nuk i bëjnë dot tenderat për nafte për makina, dhe kushtet elementare në punë. Inspektimet sot mora vesh, pra sot dje, inspektimet që i bëjnë me makinat private të tyre dhe me harxhimet e tyre. Mos flasim për këto nevojat elementare që i kanë me 4-5 muaj, pa rroga, dhe kjo është një zgjidhje, pra vendosëm që të bëjmë një zgjidhje të përkohshme, domethënë kjo që ta miratojmë sa më shpejt këtë ndryshim të ligjit, që më vonë pastaj ta marrim më shtruar edhe të bëjmë ndryshimet e nevojshme ashtu siç kemi pretenduar t'i bëjmë, siç kemi pas plan t'i bëjmë. Pra ishte urgjente. Kjo masë është masë urgjente për t'i dhënë rroga, domethënë që 4-5 muaj, po janë probleme, domethënë nevoja elementare që i kanë pas të punësuarit në. Zoti Gjoku, duhet vetëm të nisim një takim me Mickovskin, më fare në fund do ju shfrytëzoj prezencën tuaj këtu. T'ju pyes edhe një pyetje lidhur me Kosovën, për shkak se jeni edhe përfaqësuesi vetëvendosjes. LDK-ja sot në Kosovë refuzoi ftesën e kryeministrit Kurti për një koalicion të mundshëm. Po zgjatet gjithë ajo drama në kuvend me mos zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, si mendoni se do të zgjidhet ngërçi politik në Kosovë? Po, është e vërtetë, është bërë një ftesë LDK-s për një koalicionim. Ajo ka refuzuar me idenë për formimin e një lloj qeverie tranzicionit ku Lumiri do ishte një kryeministër, një drejtues unifikues, shumë problematike në kuptimin
që një parti e tretë ka pretendime të tilla, që të jetë drejtues i një çfarë do lloj qeverie të mundshme këtu, neve mos harrojmë kjo Lëvizja Vetëvendosje është partia fituese me 42% dhe është përveç që është fituesi politik, por është edhe fituesi moral në kuptimin e demokracisë parlamentare liberale. Vetëm për të kujtuar një lloj analogjie, Mersi ka afër diku 30%, pra ky fituesi i CDU-s, Kancelari i ri gjerman. Kancelari i ri, besoj sot më duket është votuar. Është votuar. Pra, kur mori 30%, ishte pa diskutueshme që është fituesi. Edhe me pak numra mbi, u konsiderua një fitues absolut i zgjedhjeve atje dhe automatikisht pra ju alokua pra ajo e drejta për të marrë përsipër ta formojë qeverinë dhe të bëhet kryeministër. Ndërsa ne kemi, mos harrojmë, është e rëndësishme kjo, kemi një parti dhe një pretendent për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, zotin Albin Kurti, me 42% dhe kemi 20 vende që ja merr kushtetuta për shkak të me drejtat e garantuara të particave me drejtat e garantuara që do ishte do thotë mos kishin ato, ne do kishim një shumicë absolute sot me këta. Pra këto gjëra nuk merren parasysh dhe natyrisht luhet me fatin e shtetit Kosovës, me institucionet e Kosovës, edhe pse të dyja partitë e dyta dhe e treta bashkë nuk bëjnë sa partia e parë. Zgjoko, faleminderit shumë për kohën. Ju falenderoj për ftesën.